Ditën e njëjtë në orën 11 në Pallatin e Kulturës Labria, Këshilli Bashkiak do të zhvillojë mbledhjen e tij të radhës për muajin qershor. Ndryshe nga herët e tjera kur mbledhja startonte në orën 10, tashmë është shtyrë me një orë avans, ku do të mblidhet pikërisht në orën 11. Janë një sër projektvendimesh të cilat do të diskutohen dhe miratohen në këtë mbledhje të radhës së Këshillit Bashkiak. Pikat e para të renditës janë ato që kanë të bëjnë me dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin maj 2025, si dhe nga fondi kushtëzuar po për muajin maj 2025. Ndërsa pika 3 lidhet me trajtimin me subvencion të qeras në treg të lirë të një shtetaseje. Ndërsa pika 4 e renditës është një projektvendim për dhënien e titullit qytetar nderi për profesor doktor Andi Hoxhaj, zonjën Mira Murati, Hirsin e tij Kozmaj Qirio dhe Josif Gjipali. Ndërkaq, projektvendimi 5 është ai për emërtimin e disa rrugëve në territorin e Bashkisë së Vlorës. Ndërsa në pikën 6 është miratimi i vlerës financiare të dëmeve të shkaktuara nga djegja e banesave dhe shpërblimi financiar nga ana e Bashkisë Vlorë për shtetasit Todori Bollano, Dritan Hoxha, Kiço Billa dhe Megi Sulaj. Në pikën 7 është projektvendimi për shtyrje të afatit kontratës për administrimin dhe finansimin e shoqërisë të klubit të futbollit Flamurtari. Pika 8 e projektvendimit ka të bëjë me miratimin e projektit fillestar të PBA 2026-2028, ndërsa në pikën 9 është projektvendimi për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 111 datë 27/12/2024 për buxhetin e Bashkisë së Vlorës për vitin 2025. Pika 10 është projektvendimi për shprehjen e dakordësisë për nisjen e procedurave për transferimin e disa pasurive të paluajtshme në pronë të Bashkisë së Vlorës, ndërsa pika 11 është projektvendimi për dhënien në përdorim me afat deri në 10 vjet me të drejtë rinovimit të sipërfaqes kullosore Shurshit-Zgumenic nga Stra 3 me sipërfaqe 48.8 hektar, të cilat janë në pronësi të Bashkisë së Vlorës për veprimtari fotovoltaike. Ndërsa në pikën 12 këshilltarët do të diskutojnë për çështje të ndryshme.